Edhe pse zyrtarisht viti shkollor është mbyllur më 10 qershor, megjithatë për arsimtarët viti shkollor nuk është mbyllur. Madje ata në këtë kohë po përballen me një problem të madh, plotësimin e ditarëve elektronik ku duhet të shënohen evidencat e nxënësve. Për këtë problem, sot në redaksinë e televizionit Koha kanë arritur një sër reagimesh nga ne arsimtarëve të cilët dëshirojnë të ngelin anonim. Ballafaquhemi me vështirësi të madhe për plotësimin e ditarit elektronik. Në pjesën më të madhe të kohës, serveri nuk funksionon për shkak të ngarkesës së tij të madhe, kurse nga ana tjetër, Ministria për Arsim ka dhënë një afat të shkurtër për plotësimin e ditarëve, që është 17 qershori, dita e hënë. Detyrohemi të punojmë deri vonë gjatë natës për të plotësuar me të dhëna kur serveri është më pak i ngarkuar, që të arrijmë të shënojmë të gjitha të dhënat në afatin e caktuar, pohon një arsimtare që dëshiron të ngelet anonime. Arsimtarët shprehen se gjendjen e bën edhe më të vështirë fakti se në të njëjtën kohë duhet ta plotësojmë edhe dokumentacionin me shkrim. Mendoj se Ministria e Arsimit dhe Shkencës duhet ta rishqyrtojë këtë model të evidencës, duke ofruar zgjidhje më të qëndrueshme që të fokusohej më tepër në cilësinë e shkollimit sesa në punën administrative, theksojnë arsimtarët. Ankesat të këtilla kanë ardhur nga shumë arsimtarë, të cilët druajnë se për shkak të funksionimit të dobët të serverit për plotësimin e ditarëve, nuk do të arrijnë të azhurojnë të dhënat e mira nxënësve deri në afatin që është të hënën.